Suara falendrojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam në dërgojmë. Lusë Allah në gjellë që të na bëjë të sinqert në veprat, fjalët, lëvizjet edhe heshtjet tona. Allah në i falët mangësit, mëkatet dhe çdo vepër me të cilën ai është i pakënaqur. Allahumma amin. Të dashur nxënës, djelmosha të ri, po ju quaj kështu për arsye se Allahu xhalla shanuhu i ka quajt djelmosha ata të cilët kanë bardhë besimin në kohën e moqme para pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që Allahu në surën Kaf i ka përmend djelmoshat e shpellës, djelmoshat të cilët kanë mbet në histori, djelmoshat të cilët kanë vërtetu besimin e tyne në nështrimin dhe vërtetësinë e fjalës praktikisht në ngjarjen e surës Kaf. Edhe ju një djelmosha të cilët përballë tundimeve të kajtjeve, të moshës re, të lakmive, shokët e juj që rrinë në për shtëpia, e lozin, e kanë ma nxehtë, e kanë ma mirë afër babave, nanave tyne, akrabave, shkojnë poshtë e naltë në për turbimet familjare, ahengje, e ju në rrinë këto, jeni shkëput nga kret ato knatësi, vetëm e vetëm për të përmbush një mision që është nxënia përmendsh e fjalës së Allahut, që është misioni për juve, më fisniku i mundshëm. I keni lanë krejt knatësitë e kësaj bote për të sakrifiku lillah. E lillah i bjen për i Zatë Zotit. E me bot diçka për i Zatë Zotit në një moshë të re, atëherë me kuptu se ju vërtet jeni të zgjedhurit e Allahut. Zoti ju ka zgjedh. Si që ka zgjedh ata djelmosha me u shkëput nga ajo mbretëri e kufrit e mosbesimit, ku përmendet se njëri për atyne djemve ka qenë i familjes mbretërore. Ka pas krejt lukset e dunjas, po me shirk, me kufër. S'ka pranu. Ka shku me jetu, mu mshef, me ik me një shpellë, larg krejt atyne lukseve të cilat kanë qenë përzime me haram e me shirk e me kufër. Edhe në bon shembëltyr për me mund një perandorit të tërë me u bon shembull ku Allahu xhaleshanu të vërtetën e tyne e kanë nxjerrë mas 300 vjetë në shesh. Andaj, mos pritni rezultate me njëherë të dashur djem. Allahu nuk ja u vonon rezultatet juve 300 vjetë. 3 vjetë. Vetë sabër. 3 vjetë. Mas 13 vjetë, ju keni me qenë në për studime, në për fakultete, e keni me qenë mas 30 vjetë në për pozitat në alta, të cilat kanë ju pas lakmia të cilat sot rrinë afer prindërve të vetë e ju keni arë këto. Aman, nuk po du me ju folë në mënyrë akademike, po du me zbrit nivelin me më kuptu. Aman, mos jo merr një lakmi kërkuj që është jashtat që ty në morëve, që soj shkolla ose që shkollave të ngjashme si kjo. Mos jo merr një lakmi. Çka është e juja? Me ba, është me ba sabër. Edhe më konë sinqert. I vetmi ibadet, që shpërblet edhe për, për ibadeteve dije sa fjala, edhe për numrin, për sasin është mësimi i Kuranit. Kërkun nuk shkruan që nëse i mëson 1000 hadithe ki me pas grada më të mëdha në xhenet. Nëse i mëson 2000 hadithe ki me pas grada më. Nëse i mëson 1000 mesele në shariat ki me pas. Te Kurani po. Allahu xhalla shanuhu ati që mëson Kuranin ka me thonë lexo dhe ngritu. Pozita jote në xhenet është të ajete i fundit që ki me thonë. Sa ma shumë ajete, dhe me thonë aq ma shumë ngritit gradave në xhenet. Jo vetëm kaq, mësimi Kuranit, reflekton edhe te familja juaj, keni mi bë nder prindërve të juaj. Prindërve të juaj në ahiret, po edhe në dunja. Në ahiret duke i nderu me kurorën, me atë kunor që Allahu xhaleshanu ja jep prindërve të hafëzave. Kuror që mund ta quajmë kuror mbretërore. Prandaj, nëse prindët e juaj kanë zgjedhur këtë rrugë me bashkëpunim të juaj, për mu bo ju hafëza, me ju pru këto,
Dijeni se mas shumëti që u kanë dashtë mirën prindërit janë prind të juj. Dijeni se projekt më të mirë asnjë prind s'ka mujtë me ba se sa prind të juj. Normal ju keni ardhur me dëshirën e juj këtu, ju jeni tu ban sabër, ju jeni tu mundu, ju jeni tu lodhë se s'ka pa lodhja. Prandaj unë e përmenda më herët projektin më të mirë që mund me pas dikush në jetë, pa marrë parasysh çfarë moshe, është hifzi. Ju bëj ben Allah, shkoni pyetni cillin hoxh doni. Pasha Zotin Xhaleshanu. Edhe nëse është hoxha më i madh i dynjas. Unë po them në Kosovë. S'po dal pi Kosovës. Shkoni prej Miftijut, në emër të Navës Allahu rujt, edhe hoxhallar tjerë. Pyetni që se na faza. Pyetni cila ëndër ti hoxhje, bo hoxh. Cila ëndër të kamet pa u plotësu që mu pas kanë edhe njëherë i ri kishe me plotësu. Kretë kanë me thonë hafëz. Mu ba hafëz. Pasha Allahin. Nuk janë pishman për shembull pse se ka lexuar këtë libër, pse se ka lexuar atë, pse se ka mësuar këtë, pse atë. Për hafëz po. Me dhjetra, mos tha me qindra, unë që i kam ni, që Allahu Xhaleshanu ju ka dhënë pozitë, ju ka dhënë emën, ju ka dhënë të famë, autoritet, dije. Dhe vetëm ëndër e kanë që s'kan mujtë me realizu, është hifzi, hafëzllëku. Mos e hupni të dashur nxënës këtë shansë. Mos e humni, se nuk vjen më përzyti. Unë e di se juve kërë ju përzijet në jetë, se jeni tri. Ka herë i mirë një lakmi kur të vini këtu të ditën e premte, dillën akşam ose të hanën varet kur vini. Kur t'i leni atë të shtëpia ata kusheret e ju e keni lujt një 2 ditë dhe një që është një darsën filan ditën. Kush atë që unë s'jam këta janë. Edhe pak shejtani, mundohet me të ndos, me të lëkund për një jetit tanë. A di çka i thu vetës? Ti thuj vetës tane, nuk vlen asgjë më shumë se një jetë jam për të cilën jam nis. Dija. Përmendet në atë kohën e moqme, janë konë 2 talebe, 2 nxënësa të mësuar në fakultet, në atë kohën e Egjipt kanë mësuar para 100 vjetra, ku me ditë sa. Të dytë po mësojnë të dytë aftë, në atë kohë ju si keni mërrinë, ndoshta keni parë në televizor, me letra, ju kanë thënë letra me post. Sot është nis letra, mas një muaj kam rri atje, 2 muaj, 20 ditë. As ka pas internet, as kur gja. Edhe njoni talebe, po i lexon sa pi shkon një letër, pe lexon. Edhe po ndikohet për aty në letrave, u martu filani, u martu fisteki, vdiq filani, vdiq fisteki. Ky po ndikohet për aty në. Talebja tjetër, pi merr letrat s'pi lexon. Pishtin me një fijok aty, me një vend pishtin, i s'pi lexon. S'po do mu ndiku nga ato që ka ndodhur në vendlindje. S'po do mu ndiku. Edhe ky që po ndikohet, kur më rrini ka viti 3, s'pati sabër. Dhe që ka bani, tha bëdu me lanë shkollën. Jo më ka tek baba, jo i ka ndodhë vllavit qështu, jo i ka ndodhë ati qështu, u demoralizu. Nga ndikimet e jashtme. Ky që s'pi lexon letrat, ky ka synim që ka mu bë dietar, mu bë hafëz, me kry fakultetin, me marr diplomën, me marr dijen. Kur e kryti ky shkollën, ai shkoi më herët, e la shkollën. Ky kur e kryti, po bën tash munis për vendlindje, e që tash të ati qeli letrat. I bani meren që shi ka në bas të datës, një 200, 300, 20 disa letra. Edhe për i lezon që atëherë, qka ka bo makinë familje, që kur të këthejët në shpe, mi ditë rëthonat. Kush i ka deke, kush i ka lej. Po e kryti shkollën, tani kur e shikve ti ka dek baba, i ka dek kajke, ama një 2 ditë kajti, se nuk kajti 5-6 vjetë, se nuk u ndiku. Qa bëdu me thonë me këta? Mos u ndikanin nga ato, ju nuk doni mu ndiku asgja e jashtme që e keni në familje, në akrabalëk, të dajt, të ata, të këta. Ju e keni prioritet hafëzlëkun. Zgudzan as një gjë e jashtme, as mërzia, as lojnat, as darsmat, as tubimet, as ajo, as kjo, me ju ndërprejnë nga këmësim. Edhe ti thuj vetës, unë kam më bë hafëz. Unë ku marrë këtu për hafëz. Edhe nëse, kur ka arë në fillim, ka arë pak për hatër të babës, a ne këne përmirësaj një jetën.
Të dashur nxënës, Allahu xhalla shanuhu i ka përmend disa ajete në Kur'an ku ka thonë Zoti, ne kemi bën këtë Kur'an të lehtë për me mësu. A ka kush që mëson ata? Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Që ky ajet është garanci nga Allahu se gjithë secili që dënë më bë hafës mundet më bë. Kur mos u mashtron prej njerëzve, çaj që thotë s'mundesh ti më bë hafës, dihet që është shejtan. Çush po thu? Çaj njeri që thotë ti s'mundesh më bë hafës, ti s'mundesh më bë hafës, çka ke lyp ti si ki syt për më bë hafës, ti si ki kryt për më bë hafës, a bëtin ata janë shejtana. Ata janë shejtana që dojnë me ju ndërprej juve nga rruga dijes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, men salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilm sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush e ka një rrugë për me mësu dije, nuk e ka përcaktuar çka. Allahu thotë ja leton udhën për xhenet. Tash nëse ti ke ardhur këtu, cilla dija më e madhe në fe? Pejgamberi nuk e ka përcaktuar sallallahu alaihi wasallam dije fetare. Qoftë aty një mesele më të vogël. Ti je në rrugë xhenetit. Po nëse ke ardhur me mësu Kur'anin, ti që tu, sa të rrinë që tu për ty bëjnë doa të gjitha kafshët edhe shpezët edhe peshqit ndeti. Ju sa të mësoni që tu, jo kanë përmend këto hoxhallar tjerë, s'po duhen me ju përmend veç ajete dhe hadithe. Sa rrini këtu në klasë edhe mësoni, a janë të mësu ala këtu, po, a në klasë të tjerë. Këto, me ato bankat, a në tokë tash, tokë. Këtu jeni të rrëthune me melache. Krahët e tyne melaqet i kanë vendosë mbi juve, deri në qiell. Deri në qiell. Kuptojeni këta. Ju jeni në vendin më të bekuar. Kur'anin kush thot nuk mundesh me mësu, ajo është të rajt. Pse të rajt? Po ja Allahu e thot të vërtetën, që ka thonë Zoti ne kemi bërë të lehtë Kur'anin për me mësu. Ja çaj insani ato e thonë të vërtetën. E s'ka mundësi Zoti me gabuar insani me ditë. E ma ku është problemi i dikuj që se mëson Kur'anin? Te vet ai. Ose të ata që i ka për rrethe. Këtu ka qenë një talebe, i cili shumë ka mësu. Kur e kap ke Kur'anin, rike 6 orë, 8 orë, 10 orë, gati palujt prej venit, po, nuk i majken men. Edhe përgjegjësat që ishin këtu, ne ishmi do prindër pak ma vjetër dhe hoxhallar, na thirrën një mbledhje për fëmijët tanë, edhe prindi që ati fëmis. Edhe tash ndër muhabetet u rrok muhabeti i djalit që ati filanit. Tha filani, se di qka, shumë i vullnetshëm ai djali, shumë i vullnetshëm baba i vet. Shumë i sinqert djali, shumë i sinqert baba, mashallah te barakallah. Nuk ja rrok djalit. Edhe tash baba i tij po thot, po mos s'u më mëson, tha, le ta leje. Edhe mas u kry muhabeti, po ja jap një propozim, thash, a bën me folur? Po. Allahu ka thonë në Kur'an, ne kemi bën të lehtë këtë Kur'an për mësim, ma ka kush e mëson. Këti rregulli nuk del kërkosh as djalëve s'del. Djalëve për rrinë 10 orë, mos me mujt është e pamundur. Ta gjojmë një kon probleme. Sa është problemi të Kur'anit që është i vështirë? As të djalëve se pe merre Kur'anin dorë po lexon. Atëherë thash hajde ta ndrojmë formën e mësimit të këtij djalit. Çfarë forma që është të mësu ky, s'është e suksesshme për këtë. Pra, e ndroi djali formën, edhe alhamdulillah arriti më njëherë të suksesi. Domethënë, nëse keni probleme me mësim të Kur'anit, mos mendoni që Kur'ani është i vështirë. Është problemi se ndoshta ti halas ke mri taj kodit që është me mësu për mesh. E çka duhet me bën ti? Praktikisht pja u tham këto. Të dashur djelmosha, Kur'ani është shumë i vlefshëm, shumë fisnik, shumë i madh, shumë i shtrajt, shumë krenar. Nuk i shkon Kur'ani me të parën çdo kujna.
se shkon në Kurani. Një fëmijë që është fëmijë, kur s'nje aty, ti e thiri thua ti fëmijës, hajde, te baci. Ai s'nje aty, çka bën ai? E rrin pak anash, ha? Po ditën e dytë ti fillon me kesh pak më shumë. Ditën e tretë ja çon një sheqer, një çokoladë, ha? Edhe çka bën ai? Çdo ditë afrohet te ti. Të dashur nxënës, Kurani nuk i jepet çdo kujt me të parën. Allahu xhalla shanuhu e ka bën rregull, këtë Kur'an ja jep atij i cili lodhet, i cili e meriton, i cili praktikisht e kalon provimin para Zotit se që ky filoni meriton mu bu hafiz. A di që do më thonë me të thonë hafiz? A di që ka do më thonë me të thonë hafiz? është titull i nalë, titull i madh, me të parën se ebë Zoti kërkuj. Çka duhet me bëju? Ju duhet në fillim mos mu dërzu, se është koha e testit. E ka në fillim e ki zarë me mësu. është të shti Zotin test. Dukati që dukat është i vlefshëm. A ka në dukat në fillim i pasër? Jo. Në fillim e ka një përzim me sene, me bronze, me bakëre, me hekëre, me gure, me zallë. Kur ka hynë zjarë, është pastru. Ti, je të pastru, po të teston Zoti, a je meritori ti, praktikisht, Allah e dhe, ty po të teston, a je për më bëha fëz, me marrë këtë titull, qka? Ti mos me lëshu për. Lexoni në fillim, lodhuni në fillim. Kur të mrini 100, eventualisht 150 faqet e para, keni me pas mazër. Masane Zoti Gjelleshanu ja u qel turbina, turbot qilen, vetë ju mëson, faqet e Kuranit, vetë mëson. Na, e kemi provu edhe praktikisht, edhe përmes nxënësave, fëmijëve tanë. Ka në momenti që të e piju në një kafe, fëmija me mësu një faqe për mesh. A kuptoni? Ka dhe të ju, po besoj këtu që të tillë, për 10-15 minuta, edhe ma pak ka. Unë e di talebe që kom testu, dhe më thonë, diku për 3 minuta e kam mësu faqen. Kur kjo vjen? Kjo nuk vjen me të parën. Kjo vjen pak ma vonë. Rrugën e Nisanit. Imam Shafiu, o koni djetari madh, edhe a i ka mësu faqet e Koranit, qa që konë kompjuter si fotoaparat, rak, i ka kop faqet. Sa i kanë gjitë këtë faqen me këto knejna. Qa ka bëj e ka mu dorën kësaj knej, ose ka mu një penges, mos më mësu që qëtu bi mësën, 2 faqe bi mësën në gjithë, si pe lexon pe kap me të parën. Edhe në mas një kohë, ka fillu, s'po manë men që ka majtë ma përpara. Imam Shafiu, Muwataj në Imam Malikut, një liber me hadithe 500 faqe, ndeve ka mësu pe Mekës të shkun Medine. Nuk konë, se di sa, dykun 90 vjetë, apo 11 vjetë, 12 vjeqar aty pare. Ndeve të ecë, ka dal drevja, për 10 ditë, librën që këto tak i dhejve që ka ecë. E ka mësu përmesh librën, atë që ka ditë, kur ka shku të nxënësat e Imam Ebu Hanifës, Jusuf edhe Ebu Muhamedi e kanë pas një libër të mësuesit tyne të Ebu Hanifës, Fiqhul Akbar, ja ka thonë Muhamedi, ka thonë që është libra mësuesit tanë, Ebu Hanife veç ka dek. Shafiu e ka marrë, ka këqyrë të natën, nesër e ka thonë merë. I ka thonë Muhamedi, që të liber kërkush se ka në botë veçune. I ka thonë Shafiu, ja, se ki veç ti, e ka më dhune. Ka thonë, s'ka shansë me pas ti, që kjo veç një kopje në botë është. Ka thonë, vallahi, edhe unë e kam. Ku e ki ti? Tha, unë e kam qëto. Ka, pra më tha derin sa bërë ku mësu për mensh. A që ka qenë hafiz i fort, tash kë. Ka fillu me një kohë mës me majtë menë. Ka shku e ka një poezi shekeutu iwa ila wakia, su e hifdhi. Ka shku të mësus i vet e ka pas emnin Waki ibn al-Jarrah. Ky një djetari madhi ati zemani. Edhe thot, shkova të mësus i em Wakiu, edhe po janë kohëm se s'po muj me majtë men shumë. Fa arshadani ila tarkil maasi. Edhe thot më këshillaj, me ilon gjunahet, fa inna l'ilma nurun, wa nurullahi la yu'ta lil asi. Thot, më tha mësusi,
Ilmi, dija është nur. Nuri i Zotit nuk i jepet atij i cili bën gjunahe. E tash, gjunahet janë terr. Ilmi është dritë. Drita më e madhe kret ilmit është Kurani. Kurani. Nuk ka mundësi me ja dhënë Allahu dikujt i cili të bëjë gjunahe. E tash, çka lidhet çka me juve? Të dashur djem, nga në hoxha, ju jeni tri. Kretë kemi telefona, e hupni kohën telefona. Muni me këshur gjërat cilat nuk janë të heshme më këshyrë. Mos e një llasni sinqeritetin, pafajësinë e juj. Ju jeni shumë pafajshëm. Ju jeni si melaçe. Rune pafajësinë e juj. Rune. Mos jeni në gjuna. Rune gojën e juj. Goja që Allah thot Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim, që mësani këtë Kur'an. Mos mësani me fol fjalë të dyta. Mos mësani më shah. Mos. Kujdes. Ku shkoni në shkollë, këtu në shkollë, a jeni të çka shkolla apo këtu, të mazllam këpucë. Ju doni më konë shembull. Zguxon kush me thonë për juve, filoni ma mur 1 euro në xhep, se s'po tha ma vjedhe. Ha? Ku me bo me ndodha ja. Ku me bo me ndodha. Ku. Nëse dikush ka gabu rasisht, kretë jena kontri, ka ndodhë kena gabu. Çka kemi bo? Jena pendu. Ha? Që mund me gabu në herë njeri, por du të bo përmirësu. Apo? Ma mirë është mos me gabu, por ma i mirë gabimtarë cili është, a i cili pendohet. E tash, mos me folë fjallë fleshtë atë ndyta, atë mësusin edhe atë mësusin atje me respektu. Pse? Se ti je e ardhmja e këti ymeti, ti je sebeb me izën Zotit për me shpëtu ky popull, një gjenerat mas i desim na, ose ku të plakmi na. Ju keni më kona të cilët që të popull keni më bën sebeb me vazhdu në rrugën e drejtë me shpëtu pi xhehenamit, o djem ju pret mision i madh mrapa jush, kur të rrituni. Ju keni me pas qelsin e dijes, dija është dy sene, kale Allah vë kale Rasul, ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju jeni të mësu ato që është bazë, ka thonë Allahu. Ju kur të mësoni Kur'anin përmendsh, ju jeni Kur'anat të gjallë të cilët esni fytyrë tokës. E që ky Kur'ani gjallë, ju nuk bën me krahasu veten me një tjetër shoqet klasës, një kojshia tjenë më hallën tonë në katunin ose në qytetin ku jeton ti. Ti me thonë, ky po bën hajgare, ky po shan, po shaj thonë, jo, o djali mirë, ti nuk guxon, ti nuk je si ai. Ty të ka zgjedh Zoti, ti je i veçantë, ti je pazëvendësueshëm. Prandaj, për me ta dhënë Zoti Kur'anin, ti duhesh mas pari më largu pi gjunave, më bëj sinqert me bën sabër, me ditë që punë më të vlefshme se sa Kur'ani nuk ka. Edhe çka ju këshilloj tjetër, kemi edhe 7 minuta në disponim. Të dashur nxas, mundohuni me u lidh me Zotin me ibadetat mshefta. Ju jeni tri, ndoshta edhe nuk mundi me më kuptu sa duhet, por me ibadetet mshefta, kur të vini me lexu Kur'an, mos hajni pa abdes. Mos ulni me mësu Kur'an pa abdes. Imam Buhariu ka thënë thot, kur e kam shkruar Sahihul e Buhariut, nuk ka hadith që ka shkruar në libër pa marrë abdes, me një transmetim pa i falë edhe 2 rekat. Hajni me abdes, me edukatën, edebin, e talebës. Kur jeni vetëm natën në dhomë, ose veni këtu në xhami ose aty në dhomë, që u fali 2 rekat para se me ra, ose të ka dalë gjumi natën. Edhe di çfarë dua i bën? Në sejdë, mas sejdës, ja Rahman, allimnil Kur'an. Allahu Akbar. Çka ka thënë Zoti në Kur'an? Ar-Rahman allama al-Kur'an. Allahu Akbar. Kujdes këtë ajet. Thujeni sa të mundi në namazet e juja, në sejdë, jashtë sejdës. Allah me të bëha fëz ty. Ti po e lut Zotin. Zoti të nin, Zoti është afër teje.
ti afër Allahit. Ty zemra jote duhet me fluturu, me të djeg prej mërzis. Pse s'ke bujt ala më bu hafëz? O djem, na në kohën tonë, unë nuk jam pale së haj vjetër, për kom rrinë një gjenerat të para luftës, për shamë nuk kam mësu shkollë fillore, mesme, moshave t'juja, para luftës i kom kry ato shkolla. Shabjo tha moxha, na kemi ndru me pas një vend ku me shku me mësu Kur'an. Kanë qenë hoxhallar në për xhamia që na kanë mësu privat, 1, 2, 3 veta, po jo kështu medrese, taman. A di sa ka ecë Kosova, sa ka ecë Ballkani. Sot ka institute, institucione, ka medrese, ka vende zyrtare ku dikush jep, dikush investon, dikush përkujdeset për juve. Na, kur e kena nisë me mësu ka pak Kur'an, ma që ka ndryshu koha për 30 vjetë, 35 vjetë. Shkosh me mja thonë, hoxhallarëve në për xhamia ty njek na, hoxhallarë ty njek mas. A ki mundësi hoxh me mingu 2 ajete, 3 ajete? Kam një rast, jam për gut, hajt le një qeni. O duke me nga edhe njerë një qeni dhe në xhami gjysore, apet mu këthy. S'kena pas vend kështu. Kur banojshmi në ato dhomat kurishme, së një bëjshmi zhurë më shokve. Dritën së në lishme dhezë duke me dhezë qire. Jo qire të vesh në televizor i keni pasur për nëjtë të bim i kanë dhezë atë, nëjtë mas tam nëjtë ditlindje, se s'po du me thonë ashtu. Na kena jetu me qire, unë alë ke rryma, ose së në dhezësha. Edhe qështu me zërë, nuk ka pas, kur për e përmeni me emën, me qëllim me fitu sevapë dhe sadak, është prezën një haxhi Iljazi, ka emnin Allah e rujt, gjallë është plak, edhe ka pasar medrese, shikoni sa ka ndryshu për mirë. Më ka thonë mu, apo shpesh tha në Turki, tha me mësu Kur'anin për mensh. Thash, s'po di brës, adhen si pi qelët me të thonë dikush i pa përgaditën, i pa, s'po di, a mund është ta me mësu, thash unë e po mësoj këtu, isha të mësu. Thash po, me lanë medresën, s'po ma marrëmenja, veten se isha në medresën, vit 2, dikon 16 vjetë e gjys, 17. Thash, mëdhimet shkolla, adhen, thash, a ban me kry shkollën, ne? Edhe po shkoj, shkollën e mesme pe kry. Tha, krye, tha, unë e tha, qysh është qaj, atje, të më thonë, kishte shok atje sa në me. Pastaj, ta me në kryta në 98-ën, krisi lufta në Kosovë, të dojtë e sape edhe ma, për ne se shku masën e na, Allah e na mësoj me shku në Medinë edhe e vazhdu më atje, do më thonë, Kosova s'ka pas, sot ka alhamdulillah Gjakova, ka Prizreni, kanë disa qytete, atëru duke me mendu me shku në Turki për me mësu Kur'anin, a pëshe që Zotë jo ka pru pjatje, jo ka pru, me dresën këtu. Andaj, djemë në kodushëm, me ju ngarku me argumente ma jetë e ma hadithe, aman, për i Zotë Zotit, djali jam kërkon këtu, kalzova, nora, 12, një, ndodh ke e thirë shën telefon, kajke, u mërzit ke. Edhe ajo është mërzit, po u bo hafëz. Edhe ata tjerë të janë mërzit, po në bo hafëza. Edhe ju mërzit në edhe ju thani tash, kur merë fund edhe 3 vjetë edhe 4, o vallahi ka me marë fund. O vallahi ka mu kry. O vallahi keni mu këthy të shpia të juja. E kam ju dalë bëllë shpia. E keni mu mërzit, e keni mungi me familje, me babe, me nane, me kujshije, me këtë. Që tas keni mujt me gjithë ma. Andaj, jepja një besën Zotit sot, pa marë parasysh që keni pas një jetët, sot jepja një besën Allah që s'keni me dalë për kësaj shkolle pa kry hifzën. Projektin më të madhë në botë është me mësu fjallën e Allahit për veç. A u kuptum? Sot, ullëni se cili me vetën e juj, falni ka dure qatë dhe thuj Allah ja Rahman, allimni l-Kur'an. E thuj o Zot, mos nëzarë për kësaj shkolle, pa e kry hafëzlëkun. A u kuptum? Se ju një nuri, drita, ardhmëria e këti vene. Edhe nëse projekti i parë për mu bë djetarë është mu kanë hafëz. S'ka pas një histori islame, as një djetarë, që njerë nuk është bë hafëz. Mere lexoj kretë historinë e tyne, biografitë e tyne lexoj. Edhe ju me u bë hafëza, prej hifzit, pastaj keni mu bë edhe djetarë. Lusë Allah që t'ju ruj, t'ju jep shnet, t'ju ruj